Në fakt asa tërsi më nalë. Realisht, une që e përmena ekspozitën, unë i kom bëhu do fotografi, qdo të carë jem qumë për spital, e kom fotografu vetën. Edhe që të shanë Instagram dhe me kjem gjallë, se realisht njës qatë shumë më lëdhë shenë dhe ja pa ta njës me postu. Edhe në qatë to fotografi, unë i kom marrë dhe i kom bëhu instalacion. Qysh një njere, për çdo ditë, i ndronë fytyra, për shkak se kom bëhu transplant qelizave. Edhe filloj fytyra me më prish, me formu këtë tjetër se fillon me vdekje qelizat për me u ribo edhe njëherë për i fillimet, realisht kom lind. Edhe ato i kom bo instalacion. Kështu që çdo sent tamen, une kom shfridzu për artë. Realisht mu më duket që arti e imiton jetën, jeta jame u bo artë edhe qashtot une isha sanët, qashtot une isha artin tem, isha si jeta jame. Shumë e rëndësishme më duket me pas diçka që dojmë qatë shumë, sidomos në periudha kur nuk janë të leta heq në jetën tonë. Hitë janë të leta, po ka njerë edhe hup. Adhen e kini var humbje, kështë të thua, okej, pas na me vdekë edhe qka, apo kuptan. Nalë shtu, s'kom qa me hup bilet përfitoj qëta sekunda se em të jetu. Adhen, edhe tash prej atër që më ka ndodhë qaj senën, e ma nuk nalëna me menu qka po menon ti. Unë nalëna me menu qa po menon jone, se si ditë kur ka me vdekë, dhe qka komullon, në qa menojnë tjerë. Ka formun si karakter? Më ka rrit spitali, dhe nështë pak e që ditëshme, po trit spitali, tritin gjonat të cilat ti mit vish vetë, jemi një apsin të cilën nuk bën tjertë me hi, mësosh me najt vetë, mësosh me shkrujt vetë, mësosh me knu vetë, mësosh me full vetë, mësosh me kitë sa gjatë ke kjo periud? Kjo periud ka qenë gati 5 vjetë. Unë 5 vjetë jem pëllavacu hyrje dalje, kështu që 5 vjetë jem kogja shumë për me kërku brëndësin e shpirtit tënë edhe me pa kush je. Qysh e more vesh? E mora vesh që jam një person që valla kom bo shumë për tjerë, dhe s'kom bo kur gjo për vetën. E në qato momente e pash që vetja met veç vetë, se tjerë të vazhdo njëtën e vetë, nuk jem i dhnu, sa është keq mu i dhnu, është du të mi falë krejt, se tani e falë edhe vetën, edhe ata nuk e kam ditë në qfar periude jam, unë se kom ditë për ata që po njën, kur unë jam s'mund se isha mrana, edhe s'mu isha medalë, ose kështë që tani mas një kum taku e shfaqja që kam u bu tash, që jam ka du me bu, e ka një mesazh, ata që s'kan mujtë me marrë me më pa në spital, mujtë marrë me pa shfaqen, se shfaqja ndodhë në spital mrana një akvariumet. Sa matë për zemër të janë që të shfaqet cilat i bënë është ta për histori personale. Adin është ndryshe kur pëmdogot e janisa dhe e mendojnë një shfaqje që aty ti e ki kështo 100% të kreativitetit tënë, edhe njerës mandej mujnë me ta ditë nështë një farloj imaginatë dhe me njoftë qatë brendësi tone, po mandej kur është një histori personale cilën të e përfshirë me një shfaqje tonë, është pëmdogot më habet tjetër. Po që unë e kom kryo aktrimin edhe shpesh kur i lezisha Shakespeare. Shakespeare-in e thojna Shakespeare që ka menu Shakespeare, edhe unë e gjithë e kom pas boring qatë sisteme, kom pas boring se u dufke me menu pse Romeo dhe Julieta, pse Romeo e mbyti vetën, a Parisi jam ur grun, e maneja e mbyti vetën, a din ka një farë metafora të lifare që flitet për qatë ase, po në nuk e di kush është aj. Nuk e di kush është Shakespeare, e di kush jam mone.